E natës e mëngjesit luan Shtetet e Bashkuara të Amerikës Bosnja. Nga ora 21 mbrëmjes luan ndeshja Spanja-Austria. Ju prof, si prognozoni Spanja edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mboshtin Bosnjën, Spanja-Austri. Okej. Trajneri Smet, SBA apo Bosnja? Amerika po luan shumë mirë. Besoj që SBA-t. Unë besoj që Bosna e ka arrit maksimumin deri këto. Nuk ka kapacitet më të shkojë. Bosna e ka arrit, besoj që e ka arrit maksimumin, sepse do të mi thonë një dy fjalë për Bosnën, që është udhëhequr nga trajneri Sergej Barbares, që jo vetëm që është trener, po është një lojtar që ka pasur si lojtar shumë autoritet, edhe është tamam që e komon atë shprehen, tamam është frajer. Ka arrit me shumë sinqeritet edhe me shumë stil mi udhëheq, sepse në kombëtarën e Bosnës ka bosnjak, ka serb edhe kroat. Edhe ky vet është produkt i po këtyne tri gjyshin, nonën, babgjyshin, por ky ka thonë vetë që ka deklaruar që është produkt i këtyne tre popujve, ka arrit një farë mënyre me bashku. Të tre popuj. Po, me bashku kombëtarën e Bosnës, edhe në Bosnë përveç që punës futbollit pjapin shumë merita në uljen e tensioneve, në ndër etnike, dhe e ka kriju një frym. Do me thonë, pikrisht kjo ka shumë merita, do me thonë qëfar sporti, qëfar... Për këtë frymën e re sportive. Po, ka kriju një frym të re sportive, sepse na e dim problemet që ka qenë Bosnë, por kjo do me thonë, me të vërtet, përveç anës sportive, ka dhonë një kontribut jashtëzakonshëm në shtetin e Bosnës, sepse jetojnë aty sërb, kroatë dhe bosnjak, edhe... Është goxha vështirë. Është goxha e vështirë, dhe kjo ka kontribu për ulljen e atyne tensioneve, gjaneve. Spanja-Austri? Spanja është favorit, nuk diskutohet, por kur nuk do të nënvlerësu Austrinë, dhe Spanja nuk po mbind. Ndoshta Spanja edhe mundet me fitu Austrinë, por është një Spanjë që ka qenë shumë më e mirë, sidomos në Evropianin e fundit ka qenë fantastike, por këtu në kampionatin e botës nuk është se po mbind. Por pra favorit fiton Spanja. Okej. Zonja Genta Cana. Para shumë janë të njëjta, do me thonë. Jo para Shtetet e shumë Bashkuara të Amerikës Bosnja. USA. USA. Okej, edhe Spanja, Austria. Jo me nënvlerësu Austrinë, paraqitje fenomenale ka pas, ka tregu edhe karakterën fush. Po Spanja është Spanja dhe besoj që rikthehet me fuqinë e saj dhe magjinë e saj. Po Trint, si mendon të SBA-ja apo Bosnja? Amerika është Amerikë. Baba. Spanja? Jo, Kam e luftu ata. Amerikë është. Unë mendoj që... Veta për luftë. Ka punë topi kur që këtë, ngëm. Për çka? Si dhije? Diçka për... Për mitrita? Ma t'i kalzuna, Do të fja këdhin, do të zbanë. A unë e tema se misionit, e hajmë një picë. u kry. Spanja-Austria. Spanja-Austri. Unë mendoj Spanja. Spanja. Zoti Blako? Unë s'kam qef me full pa kondi këtë personi, për besë në kësha pas qef për mu përzi. Nuk folë ma spina. SBA, Bosnja. Amerika është të lu futbol shpejt, është interesant dalje, po është shumë e shpejt, po nuk guzojna me nënçmu Bosnjën për arsye se dashnin e ka ma shumë për me fitu, dhe nuk nështë një përqindje në letër e ka Amerika, po nuk e di pse menoj që Bosnja ka me fitu. Bosnja. Po. Spanja-Austria? Të Spanja ka mundësi lejtartë në mënyrë individuale me fitu lojën, në letër janë favorit kuptohet, po Austria me organizimin që gjithë përpara mrapa në mes, gjithë me organizimin që akompon lojë, edhe këtu janë kundër gjithëve që ka mundësi Austria me shku.
interesante. Pak e kom një falëndimi, po. Edhe shoku Austria, jam, okej. Edhe ai ka po, e kam aty njerin, mi kaldë dhe sane. Aktiv atë.